Nga Shkodra, deputetja Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, gjatë një takimi me të rinjt u shpreh kritike ndaj Partisë Socialiste, duke theksuar se ajo nuk përbën një model për promovimin e të rinjve në politik. Tabaku nënvizoi se Partia Socialiste nuk ka standarde meritokracie dhe se modeli ndjekur prej saj ka sjell ulje të cilësisë në debatin parlamentar. Edhe në këtë moment për mua sfida më e madhe që ka sot shoqëria shqiptare është mungesa e meritokracisë. Është fakti që jo gjithmonë më i miri ja del, sepse sistemi që është ngritur fatkeqësisht nuk i promovon gjithmonë vlerat. Për këtë ndihmon media, që ka një zë shumë të fuqishëm. Është shumë e vështirë që të flasësh në parlament për ekonominë dhe të jesh lajm. Po bëre një batutë në parlament është e sigurt që je lajm. Jo gjithmonë ja vlen që të fokusohesh, ndoshta të investosh në këtë drejtim, po në fat gjatë unë mendoj që nuk ka shpërblim më të mirë se sa ajo që t'jep aftësia edhe ajo që t'jep përkushtimi profesional. Në një moment që ne ndodhemi në Shqipëri unë shoh edhe një mungesë të madhe shprese. Shoh një mungesë shprese sepse ndoshta ajo gjithmonë merita vlerësohet. Shoh një mungesë shprese sepse një pjesë e madhe të rinjve në shumë dyrë që kanë trokitur i kanë gjetur ato të mbyllura. Shoh një mungesë shprese sepse fatkeqësisht politika është kthyer në një faktor i cili përcakton të ardhmen e një triu, edhe nuk duhet të jetë kjo. Politika sigurisht duhet të jetë aty për të stimuluar, për të nxitur, po jo për të vendosur që dikush që ja vlen të mos ta vazhdojë rrugën e tij. Ajo pati edhe një mesazh për Ervin Salianin, duke theksuar se betejë duhet të zhvillohet brenda Partisë Demokratike dhe jo jashtë saj. Sipas saj, debatet në studio televizive nuk kanë ndihmuar forcën politike në vitet e fundit. Partia Demokratike ka zgjedhje të brendshme. Edhe në momentin që ka zgjedhje të brendshme, sigurisht që ka dilema, ka debate, ka diskutime. Unë kam ndjekur nga media, them të drejtën, diskutimin e zotit Saliani dhe kërkesa ime për të, edhe kur e kam takuar, po edhe në media ka qenë hajde bëje betejën Partinë Demokratike. Boll ka vuajtur Partia Demokratike këto vite me një betejë që ka ndodhur nëpër studio televizive. Se në fund të ditës ne nuk duhet të mendojmë se ku jam unë. Se me thënë të drejtën, për shembull, mund të më pyesja a ke ambicie ti, po ti më pyete për Salianin mua. Nuk ka rëndësi ku jam unë nesër, as ku është Saliani, rëndësi ka ku do jetë Partia Demokratike dhe ku do jenë demokratët, çfarë do ofrojmë ne. Për mua ky debat duhet të ndodh brenda Partisë Demokratike, nuk duhet të ndodh jashtë. Fakti që ndodh jashtë për mua është shqetësues. Nuk e shoh ke Partia Socialiste këtë që të ndodh jashtë, atë s'ka ndodhur ndonjëherë jashtë. Është e shëndetshme që në një parti politike debatet të ndodhin aty brenda. Tabaku ishte e ftuar në Shkodër në një takim me Akademinë e Leadershipit Rinor me temë Meritokracia kundër sistemit, si ndërtohet një karrierë pa kompromis në Shqipëri.